Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka al Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të ndërë vëllezër, në vazhdimsi në trajtesat fetare përdoret që njeriu është ardhur në ekzistencë për të sprovu. Edhe na menome kryesisht me përthaku këtë si temë atë sprovën e përgjithshme. A adhurojmë Allahun apo nuk e adhurojmë Allahun? A i bindemi Allahut apo nuk i bindemi Allahut? Mirë po, kisha pas dashur me nënvizu një fakt që është mirë në jetë me e shtue dijen mbi sprovat. Shibem u sprovu. Në është qartë? Sot po du me nënvizu një fakt që ka të bëjnë me një formë të leximit të sprovave. Ajo që nëse kisha pas të drejtë me i do sprovat teorike dhe sprovat praktike. Për shembull, na i morëm para 2-3 derse për shembull çka ka të bëjë me ahiretin. Ose diku tjetër për shembull keni lexuar shumë detaje dhe keni ngur shumë derse për xhehenemin. Xhehenemi është sprovë teorike. Me menu për shembull sa dënim i ashpër është. Apo të hinë mendje, apo mundesh me e pranu, apo e beson, ose hajde të sprovojmë pak më shumë. A e shes si me dënim meritor për njerëz që kanë bërë shirk Allahu? Ma njerë kur e menon, bash çtu mund të mund xhehenemi. Bash Allahu i mëshirshëm ka më gjujt çështu krijesa? Kur e menon këna mallështinë e Allahut, edhe çështën se sa i denë është Allahut që të mos i bëhet shirk. Edhe menon, po e meritojnë këta me hinë xhehenem nëse i kanë bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. Kështu që xhehenemi është sprovë teorike. Jo sprovë vetëm kur të shifët xhehenemi. Pisotit është sprovë domethënë teorike. Ose është sprovat përveç teorike, sprovat praktike. Në kuptimin që ndonjëherë jo vetëm apo e pranon ose apo qetësohesh, po edhe ka të bëjë për shembull apo e mirë menaxhon një çfarë çështje. Për shembull, varfënia ose situatë e vështirë është natyrshme. Edhe fetarët edhe jo fetarë sprovojnë varfëni. Një pjesë e madhe e botës së shirkut jeton në varfëni. Domethënë, po edhe një pjesë e madhe e muslimanëve jeton, domethënë, në varfëni. Ka koncepti ka të bëjë se si e menaxhon ti varfëni. Për shembull, atë ti varfënia me menu për fitu haram. Apo kjo sprovë praktike, shumë me drejt për drejt. Ose atë ti varfënia me menu keq për Allahun. Ose atë ti varfënia me menu që domethënë ti e keni jetë të keqe, vetëm se nuk i pasoni ose ku diun këtë diçka. Kështu që ndonjëherë sprovomo në mënyrë teorike, ndonjëherë domethënë praktike. Kanë kena domethënë të dyja. Sot e kena një temë që është boshti i shumë sprovave në jetë. Boshti i shumë sprovave në jetë. Sahi e vërtet është temë akide. Po shumica e temave, sprovës teorike, sprovës praktike, sprova të përditshmërisë, sprova të jetës, sprovave të shpirtit lidhet me çka temë. Më bëu me mësu mirë çka temë. Bosh mjeshtër i menaxhimit me len Allah subhanahu wa taala, mjeshtër i menaxhimit mirë të sprovave në jetë. Prej të temat e fejes, temave të dogmës deri te, domethënë të përditshmërisë. Kështu që na sot e kena inshallah me lenin Allah subhanahu wa taala çështën e kaderit. Me besu në fatin që e ka përcaktuar Allahu subhanahu wa taala, atë që na e besojmë që ekziston një lloj shkrimi dhe përcaktimi absolut që Allahu subhanahu wa taala domethënë e ka bërë për krijesat. Saktësisht e kena disa kapituj. Autori ka përmend bab al-iman bil qadar, kapitulli që ka të bëjë me imanin qadar. Pastaj bab bayan an al-huda wad-dalal bi yadillahi ta'ala, kapitulli që shpjegon që udhëzimi dhe devimi janë dorë të Allahut. Pastaj bab qawlillahi ta'ala adh-dhannina billahi dhanna saw, kapitulli që flet për ajetin kuranor ata të cilët kanë mendim të keq për Allahun. Pastaj kapitulli bab wujubu taslim lil qadari wa tahrim al-i'tirad, kapitulli që flet që e kena obligim ju nënshtru kaderit Allahut, çështu që është me u pajtu, edhe mos me u përplasë edhe mos me kundërshtu kaderin Allahut. Bab khalqu af'ali al-ibad, kapitulli që flet që veprat e robërve janë të krijuara, veprat e krijesave janë të krijuara. Edhe babul mashi'ati wal irada, kapitulli që flet për dëshirën dhe vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Unë komuniku komplet çdo kapitull me problem me një ders. Edhe konsideroj që është domethënë shumë jetike. Le ta bëjmë një hyrje fillimisht. E shohim në Tirmidhiu, Shalmani thotë hadithi i sahih për Jabir ibn Abdullah thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Nuk ka besu robi pa besu në kader. Kaderin e mirë dhe kaderin e keq. Kaderin që ka të bëjë me senet e mira edhe të këndshme edhe që ka të bëjë me pjesë lënduese dhe pikëlluese, hatta ya'lam anna ma asabahu lam yakun li yukhti'a. Edhe në ta dije se çka ka pas me godit, s'ka pas mos me godit. Wa anna ma akhdahu lam yakun li yusiba, dhe çka nuk e ka godit, nuk ka pas me godit. Domthon çka ka ndodhur, çka s'ka ndodhur, çashtu u kanë para saktuar për Allahut subhanahu wa taala. E shohim Muhamedi, Shalmani thotë hadithi sahih për Aliut radhiyallahu anhu, thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'.
Nuk ka besu robi pa besu në 4 gjona. Hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Derisa të dëshmojë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Ba'athani bil haqq. Më ka dërguar Allahu me hak. Hatta yu'mina bil ba'thi ba'da al maut. Derisa të besojë në ringjallje pas vdekjes, o hatta yu'mina bil qadar. Edhe derisa të besojë në qadar. A janë 6 kushtet e besimit, shtyllat e besimit, çështjet e njëra për neve, po janë të njëra. Ama shumë e rëndësishme e kuptu. Që pjesa e mohimit nuk ka besu. Po sikur se njëri shka dyshon profecinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po sikur se njëri që dyshon në denjësinë e Allahut për të adhuruar. Në çat vazhdo, me bë me pas kriza mosbesimit në çështjen e kaderit. Domethënë, po sikur se dikush që thotë nuk besoj në ringjallje. Që ashtu është domethënë rrezika i cili thotë domethënë e besoj kaderin në në formën çështu, jo domethënë që ka përhua Kurani edhe Suneti. Shumë muslimi për Abdullah ibn Umerit që ka thonë walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim mithlu Uhud dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Nëse dikush thot Abdullah ibn Umerit, po ben Allahun. Nëse dikush po sa kodra Uhudit jep ari sadaka për Allah, jep lëmosh në rrugt të Allahut. Nuk ja pranon Allahu nëse nuk beson qadar. Nuk ja pranon Allahu kujt veprat, çafirave. Që bien nuk konsiderohet valid imani vetë se pasi beson robi domethënë kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Shënon Imam Abdullah ibn al-Imam Ahmed fi Sunna, në librin e Sunna Gjali Imam Ahmedit për Abdullah ibn Abbasit, që ka thonë al-qadaru nizamu at-tauhid. Kaderi është struktura e tauhidit. Struktura e tauhidit. Faman wahhada Allah azza wa jalla wa amana bil qadar fa hiya al-urwatu al-wuthqa allati la infisam laha. Kush beson Allah edhe pohon kaderin, kjo është një e fortë që nuk shkputet. Kjo është imani për ne. Thot man wahhada Allah ta'ala wa kadhaba bil qadar naqada at-tauhid. Kush beson Allahun edhe e përgënjeshtron, kush e njehson Allahun, thotë është vetëm një Zot, ama nuk e pohon kaderin, e ka rrënuar tauhidin e tij për arsye se lidhën temat. Sikur kena me pa tutje me lenin Allahut subhanahu wa ta'ala. Shënoi muslimi pe Abu Hurairës thot ja'a mushriku Quraysh yukhasimun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-qadar. Thot erdhën mushrikët e Qurayshve mu përla me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për çështjen e kaderit. Kuptimin çështi po thotë çështu, po kjo çështu, apo domethënë kanë pasën kundërshtime ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çështjen e kaderit. Edhe ka zbrit ajeti kuranor, yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhihim dhuku massa saqar. Ka zbrit ajeti ditën e gjykimit ka motorheq me fytyrë zvarras për mujin në xhenem, kam thonë përjetoni dënimin e xhenemit, inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Ne gjithçka e kena krijuar me kader. Ne gjithçka e kena krijuar me kader. Dyshimi kujt kanë qenë seft çështja e kaderit të mushrikëve. Domethënë prej devimeve që i përshkruan mushrikëve, është domethënë që s'e kanë pranuar konceptin e kaderit të Allahut subhanahu wa taala. Shohim Muhamedi, Sheikh Shuaib thotë që hadithi është Hasan prej Ibn Dulejmit, thotë e kam takuar Ibn Kabin e kam thonë innahu qad waqa'a fi nafsi shay'un min hadha al-qadar. Thotë diçka nuk jam shumë rahat të çështja e kaderit. Edhe thot thujmë diçka që ndoshta më hekët kjo shka e kom domthonë në zemër. Edhe i ka thonën Ubej ibn Kabi, "Law anna Allah 'adhaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adhabahum wa huwa ghayru zalimin lahum." Thot nëse Allahu i kishte dënu kush banon qiell edhe në tokë, këti i kishte dënu, nuk i kishte dënu duke qenë i padrejtë ndaj tyre. Thot walau rahimahum kanat rahmatuhu lahum khayran min a'malihim. Me bomi pas mëshiru, mëshira e tij ndaj krijesave do të kishte qenë më e mirë sa vetë veprat e tyre. Thot walau anfaqta jabala Uhud dhahaban fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Edhe me dhon pos sikur kodra e Uhudit. Po sikur se kodra e Uhudit me dhonën lëmosh në rrugt të Allahut, Allah nuk kishte me pranu pa besun kader, wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun li yukhtiak, edhe me ditë që çka ka pas me të godit, nuk ka pas mos me të godit, wa ma akhtaka lam yakun li yusibak, edhe çka nuk të ka godit, nuk ka pas me të godit, wa law mitta ala ghayri dhalika la dakhaltana, me pas dek. Jo me këtë akide, me një tjetër kishin zjarmin e xhenemit. Kështu që përmbledh razi. Na besojmë që Allahu krijuesi fuqiplot. Ai që na ka sjellë në ekzistencë. Ai që i ka dhënë ekzistencë, gjithçka që ekziston, përveç ja ka dhënë ekzistencën, ja ka dhënë edhe
fatin e ekzistencës, sepse realisht në moment që e ka prunë ekzistencë, e ka determinuar domethënë ekzistencën e tij edhe tutje. Thot Allah subhana, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Ne gjithçka e kemi krijuar me kader. Domethënë ja kena dhënë fatin, sasin, masën, kur, qysh, tek. Gjithçka shako të bëjmë me atë, domethënë krijesë. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Gjithçka, këtë çështje Allahut në raport me krijesat është domethënë kader i para përcaktuar. Wa ma thot ma asabi musibatin illa bi idhnillah. A nuk godit kurrë vetëse me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Çka do të thonë me besu në kader? Çka do të thonë me besu domethënë në kader, në çket fatin e para përcaktuar, në para përcaktimin absolut të Allahut subhanahu wa taala. Ne kemi një 4 shtylla ose 4 shkallë. Herë quhen shtyllat e kaderit, herë quhen shkallat e kaderit e kështu me. E para i bën me besu në diturinë absolute të Allahut. Në diturinë paraprake të Allahut subhanahu wa taala. E dyta i bën me besu në shkrimin e tyre. Çka e ka ditë edhe e ka shkruajtur. E treta me besu se gjithçka kur ndodh me vullnetin e Allahut. Ndodh me lejen e Allahut. Nuk mund të ndodhë diçka në sundimin e tij pa lejen e tij. Edhe katërta, besimi se Allahu është krijuesi i gjithçka. Gjithçka çka ekziston, nëse ja pohomi ekzistencën, atëherë domethënë rrjedhimisht i bie që pohomi që janë krijesa të Allahu subhanahu wa taala. Kështu që i kena domethënë edhe e katërta, besimi se Allahu është krijuesi i gjithçka. Domethënë gjithçka që ja pohomi ekzistencën, rrjedhimisht i bie që pohomi që e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala, sepse askush nuk ka mundësi me sjell diçka në ekzistencë përveç Allahu te bareke ve taala. I kena 4 shtylla. Shtylla e parë, besimi për diturinë paraprake të Allahu subhanahu wa taala. Kjo lidhet të ndërlozën me temën e absolutësisë së Allahut. Domethënë na besojmë që Zoti është absolut. Na besojmë që Zoti është absolut. Dhe sa herë që na flasim rreth Zotit, u lumtojmë rreth Zotit, sjellemi argumente rreth Zotit, boshti i këtyre argumenteve është absolutësia e Allahut, që është pa fillim edhe pa mbarim, i përkryer, i pakufizuar dhe absolut. Tash, nëse kjo është vetia absolute e Allahut subhanahu wa taala, atëherë në këtë veti është edhe dija e tij. Dija absolute. Domthonë nëse dija e tij do të kishte qenë e kufizuar, atëherë do të kishte qenë cenimi absolutësisë së tij. Domthonë dija e Allahut është absolute. E di çka është e vogël, çka është e madhe, e fshehtë, e dukshme, e tashme edhe ardhme. Gjithçka çka e përshkon termi me e ditë, atëherë Allahu te bareke ve taala domthonë e di. Dhe i bie që çfarë do lloj mangësie që i përshkruhet dijes së Allahut, çfarë do lloj kufizimi që i përshkruhet dijes së Allahut, atëherë cenimi i absolutësisë. Dhe nëse një diçka pohohet si cenimi i absolutësisë, atëherë i bie që pohohet a është Zot a nuk është Zot. Domthonë automatikisht cenohet hynishmëria e tij. Domthonë nëse dikush thotë po Zoti e ka ditë, ama çka ka më bë, ky nuk ka më e ditë. Atëherë domthonë ti nuk e beson për Zot. Ti nuk e beson për Zot, se përdesa nuk e beson si dishëm absolut, atëherë domthon a është ky Zot apo nuk është domthon Zot. Ndaj ka thënë Abdullah ibn Abbas, kush nuk e beson kaderin del e ka prish tauhidin. Sepse domthon kaderi ka të bëjë për të kaluarën apo për të ardhmen, ka të bëjë për gjithçka. Dhe ai te bareke te kur i ka krijuar ka ditë çka kanë më bë. Kur i ka krijuar e ka ditë domthon ardhmërinë domthon e krijesave. Thot Allah subhana wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahu e ka përthakuar gjithçka me dije absolute. Kur gjë nuk mundet me ik dijes Allahut subhanahu wa taala. Tash logjikisht, a ka gjas me kriju ti diçka? A ekziston gjasa me kriju një diçka dhe me qenë i paditur rreth saj? S'ka logjikë. Domethënë vetja që dhon ekzistencën, vetja që dhon formën, vetja që dhon diçka, s'e di kush ka menduar me këtë. S'ka logjikë. Kështu që i bie ai i cili nuk e pohon dijen absolute të Allahut, i bie që edhe mohon krijimtarinë e Allahut. I bie që edhe mohon krijimtarinë e Allahut subhanahu wa taala. Atëherë, nëse ne i shohmi krijesat, a i shohmi si krijesa të mangëta apo si krijesa me krijimtari të përsosur? I shohmi që përsosuria e krijimit është disa i dukshëm. Ne shohmi se gjithçka tek njeriu ç'është dohet, gjithçka te krijesat e tjera ç'është dohet. Atëherë ky i cili ka ditë me kriju çikash në përsosuri, edhe në përpikmëri, edhe në sistem kaq absolut, saqë veç ADN-ja sot e sfidon njerëzimin, apo? Ata çysh është mundur ky mos me ditën çka ka më bëu dhe çka ka më ndodhur me këtë krijesë. Është pa logjikshme. Si edhe domethënë dituria është cilësi përsosurie. Domethënë tek njeriu është cilësi përsosurie. Njeri sa më shumë që di, është i përsosur.
Nëse të krijesat relative është cilësi përsësurie, atëherë ç'do të thonë tek ai i cili ka kriju krijesat? Tek ai është cilësi përsësurie mënyrë për mënyrë absolute. Ndaj për shembull, ne kemi të qartë dallimin mes dijes relative dhe dijes absolute. Dija relative e njeriut dhe dija absolute e Allahut subhanahu. Për shembull, dija e Allahut subhanahu taala nuk është e paraprirë me mosdije. Ti mundesh me ditë, po njerëz si ki ditë. Allahu e ka ditë sa herë. Ose dija e Allahut te barekuhu taala është e gjerë dhe e pakufizuar, njeri deri ndiku. Deri ndiku dhe pastaj nuk mundet më me kap sepse nuk i ka predispozita. Si dhe dija Allahu subhanahu taala nuk pasohet me arres. Njeriu mundet me ditë në një moment caktuar, po pastaj mundet edhe domethënë me harru. Kështu që dija Allahu azza wa jall përfshin gjithçka për më një herë. Po pastaj tek njerëzit mundet domethënë sot do të mësoj diçka, nesër më mësoj diçka tjetër. Ne kështu domethënë te njerëzit proces tek Allahu azza wa jall është domethënë diçka që përbën domethënë absolutësi. Shtylla e dytë është besimi në shkrimin e tyre përpara se të ekzistojnë. Domethënë Allahu te barekuhu teala me që i ka ditur edhe i ka shkruar. Me që i ka ditë edhe i ka shkruar. Domethënë kjo që i ka ditë, kjo është domethënë shumë e logjikshme. Ka dashur edhe mi shkruajt. Thot Allahu subhanahu: "Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fi as-sama'i wal-ardi, inna dhalika fi kitabin, inna dhalika 'ala Allahi yasir." Thot a ditë që Allahu e di çka ka në qiell dhe në tokë dhe gjithçka është në libër. Dhe kjo për Allahun është shumë e lehtë. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Gjithçka na e kena numëruar dhe përcaktuar në një libër të qartë. Thot Allah subhanahu: "Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis samai wala asghara min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin." Kur gjë nuk i mungon Zotit tan, as një sen i vogël, as një thërmi në qiell në tokë, vetë se është në libër, domethënë e shkruar, domethënë paraprakisht. Çi ky shkrim që Allahu e përmend që me një libër të qartë. Çi ky është një shkrim absolut. Është shkrimi i parë që është ndodhur. Ky shkrim është domethënë 50000 vjet para se me filloi ekzistenca e krijesave. Para se të krijohen krijesat, 50000 vjet përpara ka ndodhur ky shkrim. Ky është shkrim absolut për krejt krijesat. Njerëz dhe të tjerë. Gjithçka që ekziston, gjithçka që ka domethënë në fillim është shkruajt në 50000 vjet përpara se domethënë të vijë në ekzistencë, dhe kjo është në atë që quhet Lauh al-Mahfuz, në pllakëzën e ruajtur. Realisht në çdo ajete që i recitova, Allahu i referohet inna dhalika fi kitab. Kjo është në një libër, domethënë Lauh al-Mahfuz quhet në Kur'an edhe kitab. Quhet fi imamin mubin, në një libër të domethënë të qartë, fi kitabin mubin, në një kitab mubin. Dikun tjetër Allahu i thot fi Lauh al-Mahfuz. Është në lohin, domethënë pllakëzën mahfuz të ruajtur. Dikun tjetër Allahu thot wa indahu ummul kitab. Dhe tek Allahu është libri bazë. Libri, domethënë bazë. Ose për shembull kur flet Allahu për muaj, thot inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Muajt tek Allahu janë 12 muaj në librin e Allahut. Nuk është për shembull libri i Allahut në Kur'an. Është për shembull libri i Allahut që e pllakëza e parë kur e ka përcaktuar çka më kon, domethënë ekzistenca në kozmos. Dikun tjetër Allah e përmend si dhikr, thotë wala qad katabna fi az-zaburi min ba'di adh-dhikr. E kena shkruajtur në Zabur, mas e kena shkruajtur në dhikr. Dhikr kush është? Që kjo libra e parë 50000 vjet. Kështu që na besojmë fuqishëm që Allah këtë çka ka ditë edhe e ka shkruajtur, për ta treguar fuqinë e tij, për ta treguar drejtsinë e tij, për ta treguar mëshirën e tij, po edhe për t'ia tërhequr njerëzve domethënë mundësi të arsyetimit ditën e gjykimit. Mund gjithçka me drejtsinë dhe absolutësinë e Allahut subhanuhu teala është e shkruar dhe nuk ka kur gjë që domethënë nuk dihet. E treta është besimi se gjithë fart ndodh me vullnetin e Allahut subhanuhu teala. Kjo është shumë e logjikshme, sepse ti kur e kujton absolutësinë e Allahut subhanuhu teala, atëherë ti vesh mendoj, ti je çka që je, sepse çështu ka dashur ai ti më kon. Apo e kuptoni? Domethënë ti je me këto premisa, ti je njeri, ti je i kësaj date, ti je i kësaj rrethone, i këtyre përcaktimeve gjeografike, çështu ka vullneti i Allahut subhanuhu teala. Nëse Allahu me vullnetin e tij ti je çka, atëherë gjithçka që ndodh tutje ndodh me vullnetin e Allahut. Ose nëse kjo formë është e kozmosit, kjo formë është e tokës, kjo formë është që si zhvillon bimët, kjo formë është si dhe kjo ndodh me vullnetin e Allahut. Atëherë edhe procesi është me vullnetin e Allahut. Atëherë edhe procesi, domthonë nuk ka ndodhur një lloj krijimi edhe Allahu e kalon harres pastaj. Se kjo nuk i përshohet Allahut. Apo e kuptoni? Domthonë e ka sjell në ekzistencë, shka bëhet me ato Allahut nuk intereson. Jo, domthonë Allahu e ka sjell në ekzistencë dhe proceset pastaj prap ndodhin me vullnetin e tij. Ashtu sikur që ka ndodhur me vullnetin e tij krijimi i parë,
Ashtu ndodhin edhe lëvizje, ndryshime dhe përcaktime tutje që bëhen në jetë. Thot Allah subhanahu, huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Allahu çish do ai, me vullnetin e vet, ja e formën juve në mitrat e nënave. A ka dikush që e vën pikpyetje këtë? Patëherë nëse ti se vën pikpyetje se çish ka dashur Allahu ti e krijuar në mitër, atëherë çështun kimë huaj çdo send që ka të bëjë me vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Me që është Allahu krijues, kur gjë nuk ndodh pa vullnetin e tij, domethënë në krijimtarinë e tij te krijesat e tij. Kështu që ti e kon hiç edhe e bë diçka. Je bë diçka me çka? Me iniciativë tona apo me vullnetin e Allahut? I bë me vullnetin e Allahut subhanahu wa taala dhe gjithherë ka më kon çështja e varur për vullnetin e tij. Inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Çështja e tij është që kur thot më bë diçka edhe, domethënë bëhet. Atëherë, ashtu sikurse ekzistenca jote dhe forma jote janë të varura për vullnetin e Allahut, atëherë gjithçka që vjen tutje domethënë ndodh me vullnetin e Allahut. Për shembull, thot Allah subhanahu: "Qul illahumma malikal mulk." Thuaj o Zot ti që ndërton është sundimi. Tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka man tasha. Ja jep kunat do sundimin, ja merr kunat do. Po ka sebepe, o mos pronti me vullnetin e tij ndo. Wa tanzil mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyatika al-khair. Kan do në çmon, kan do ngrit. Biyatika al-khair, ndërton është hajri. Innaka ala kulli shay'in qadir. Ti çka do ban? Ti je i plotësuar me bëj gjithçka. Kështu që na besojmë te kaderi mbi këtë premis. E ka ditë se është Zot. E ka shkruajt se e ka ditë. Edhe nëse ndodh, te krijesat e tij ndodh çka thot ai. Jo domethënë diçka tjetër. Wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Nuk mundi me dash, nuk mundi me pas vullnet, vetëse në saj të vullnetit dhe dëshirës së Allahut Zotit të botëve. Ku është domethënë thelbi i kësaj teme, se me që ai i ka kriju edhe i sundon. Me që ai ka kriju, ai edhe i sundon dhe sundimi i tij është absolut, nuk i përzihet dikush në sundim. Nuk i përzihet dikush në sundim. Që i bie nuk mundet me ndodhë në sundimin e tij pa thonë ai. Se nëse mendon dikush se ndodh diçka pa lejen e tij, atëherë ekzistua ka edhe dikush në sundimin e tij që ka domethënë pushtet. Pushteti i tërë i takon Allahu te bareke ve taala. Edhe shtylla e katërt është se besimi se Allahu është krijuesi i gjithçka. Allahu është krijuesi i gjithçka. Domethënë, gjithçka e ka ditë, që ka shkruar dhe ka menduar me vullnetin e tij, gjithçka duhet të vinë në ekzistencë dhe kur vjen në ekzistencë, që kjo është e ka ditë, që e ka shkruar. Edhe që ndodhet me vullnetin e tij, kur të vjen në ekzistencë, kush e sjell ekzistencën e tij? Ai i cili është i vetmi që mund të më kriju. Do të thonë lëvizjet e tona, buzëqeshjet e tona, lotët e tona, përkushtimet e tona, apo gjithçka që mund na më bë, a janë përpjekje? Janë përpjekje të krijesës. Dhe rrëdhëmisht janë të krijuara. Dhe nëse janë të krijuara, atëherë krijimi përshkruhet kujt? Allahu subhanahu, i vetmi që mund domethënë me kriju e që është Allahu subhanahu wa taala. Kështu që ai që ose si pyetja aksiomatike, kush është që krijon, kush është që dhuron ekzistencë, edhe kush është domethënë që e shkakton ekzistencën? Vetëm Allahu. A mund të më shkaktojë dikush ekzistencë? Askush përveç Allahu te bareke taala. Dhalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay. Kjo është Zoti juaj, Allahu krijuesi gjithçkaje. Domthonë gjithçka që mendon që ekziston, krijuesi asaj gjëje që ekziston është Allahu te bareke wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu ka kriju juve dhe çka punoni ju. Allahu ka kriju juve edhe çka punoni. Ndaj Imam Ebu Hanifa thotë kështu. Thotë falamma kana al-fa'ilu makhluqa fa af'aluhu awla an takuna makhluqa. Nëse ai shka po vepron njeriu në këtë rast. Nëse vepruesi është i krijuar, atëherë veprimet e tij janë edhe më logjikshme të jenë të krijuara. Është qartë? Do thonë, ti je i kriju si veprues, atëherë edhe veprimet e tua janë të krijuara. Thotë Imam Shafiu, an-nasu lam yakhluqu a'malahum. Njerëzit nuk i krijojnë veprat e tyre. Bel hiya khalqu min Allahi fi'lun lil ibad. Ato janë krijimtaria e Allahut, vepra e njeriut. Ti e ban, a mos i krijimtari, është e Allahu subhanahu wa taala. Thot Imam Tahawi, af'alul ibadi khalqu Allahi wa kasbun min al ibad. Veprat e robërve janë krijimtaria e Allahut, fitimi i njeriut. Ti vetë ke fitu, vetë ke bë, ama si ekzistencë, si prurje në ekzistencë është e Allahut subhanahu wa taala. Kështu që, për me thënë më traq, robi ka fuqi, ka mundësi dhe ka dëshirë për të vepruar. Ka dhe mundësi, fuqi
dëshirë. Mirë po mundësinë, fuqinë dhe dëshirën e tij e krijon Allahu. Dhe rrjedhimisht ky vepron kuadër të krijimtarisë Allahut subhanahu wa taala, inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila. Kto janë shenja dhe janë mësime dhe këshilla, kush do me mor udhën tek Allahu e merr. Do thonë është përpjekje, domethënë vepra e jote, edhe këtu fshehet ai sekreti i kaderit që ka të bëjë me ku sun e kapmi pjesën e botës, domethënë metafizike ose atë pjesën që përbën domethënë deri ku janë kufite e kapjes. Është e rëndësishme të bëhet disa shërime të disa shkallë të kaderit. Te tema e shkrimit. Bëhet fjalë të ndërvëllezur për disa shkrime. Shkrimi i parë është i përgjithshëm dhe absolut, në lojë mahfull 50000 vite para krijimit të krijesa për gjitha krijesat. Jo në një të veçantë për njerëzit. Saktësisht e shënon Imam Muslimi për Abdullah ibn Amrit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50000 sana, qala wa 'arshuhu 'ala al-ma." Allahu azza wa jalla ka shkruar kaderët e këtë krijesave para se të krijonte qiellin dhe tokën 50000 vite përpara, teksa arshi i tij ka qenë mbi ujë. Sigurisht e shënon Abu Davudi, shërbënit të hadithi ose sahih për Ubad ibn Samit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama fa qala lahu uktub." Sefte kur e ka kriju lapsin, Allahu subhanahu wa taala i ka thonë shkruaj. Ai thot Rabbi wa madha aktub? Ka thonë Zot çka më shkruaj? Ka thonë uktub maqadira kulli shay'in hatta taqum as-sa'a. Shkruaj kaderat e gjithçka, fatin e gjithçka deri sa ndodhe, domethënë kiameti. Realisht dia e Allahut është pa fillim. Keni vëmendjen? Dia e Allahut është pa fillim. Momenti kur janë shkruajti ka 50000 vjet para krijimit. A është e qartë? Që ky momenti i shkrimit në lojë mahfudh ka datë. Amo dia Allahu është pa fillim. Allahu para se më na krijoi ka ditë. Edhe para se 50000 vjetëve ka ditë. Sepse dia Allahu është pa fillim edhe pa mbarim se është dia absolute e Rabbul Alamin te baraka wa taala. Sigurisht e shohim Muhamedi ibn Tirmidhi, sharbon te hadithi ose për Abdullah ibn Abbasit, thot wa'lam anna al-umma law ijtama'at ala yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Dia se këtë më bë bashk. Me ta bëni dobi, nuk mund me ta bëni dobi vetë se ka shkruajt Allahu te baraka ta. Për ty edhe më bë këtë bashk, nuk mund me të bë dam. Vetë se me të bëhet dam me diçka që e ka shkruajt Allahu te baraka wa taala, thot rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Janë ngrit lapsat, nuk shkruajnë më, edhe janë thar letrat. Për shkak për qëllim janë ngrit lapsat edhe janë thar fletat për çka shkrimin e parë 50000 vjet. Jo për shkrimet e tjera. Shkrimet e tjera vazhdojnë me shkruajtë. Kështu që ky shkrim absolut i përgjithshëm, ky domethënë është kry. Shkrimi i dytë është shkrimi i beslidhjes. Shkrimi i beslidhjes apo shkrimi njerëzor është më i veçantë se ky 50000 vjet, ky ka ndodhur pak më tutje. Kur Allah subhanahu wa taala, sikur se shehim Muhamedi, shërmoi të hadithi ose ai prej Abu Dardas, kur Allah subhanahu wa taala i ka krijuar, domethënë i ka krijuar Ademin alayhis salam, thot khalaqa Allahu Adama hina khalaqahu fa daraba katifahu al-yumna. Kur Allah i ka krijuar Ademin, edhe ka godit në pjesën e shpallës ka ana e djathtë. Thot fa akhraja dhurriyatan bayda ka'annahum adh-dharr. Edhe kanë nxjerr Allahu krijesa të bardha, ka ana e djathtë e Ademit alayhis salam, po sikur se milingona. Wa daraba katifahu al-yusra fa akhraja dhurriyatan sawda ka'annahum al-humam. Edhe pastaj ka godit ka ana e majtë dhe i kanë nxjerr domethënë dhurrijen pasazh të Ademit alayhis salam, po sikur se thëngjinj. Fa qala alladhi fi yaminihi ila al-janna wa law balik. Këtu ndjall ka thonë këta janë për xhenet ose mbos vonë. Wa qala lilladhi fi kaffihi al-yusra ila an-nar wa law balik. Ka thonë për ta shankona në majt, ka thonë këta për nxjarm edhe nuk u bën vonë. Sigurisht se e shënim Muhamedi, shërmon të hadithi ose ai për Abdullah ibn Abbasit, kur e ka marrë Allahu subhanahu wa taala mithaqin, kur e ka marrë beslidhen alastu bi rabbikum. Që është edhe në Kur'an, a nuk jam unë Zoti juaj. Çi kjo është beslidhje dhe këtu është shkruajt një kader. Këtu është shkruajt një kader. Kjo është i veçantë, sikur që kena me të hadithi, kena me përmend pak më tutje inshallah të hadithi kur kanë bërë një farë lloj debati Ademi alayhis salam me Musa alayhis salam, domethënë në qiell, sikur që kanë marrë domethënë në tutje. Shkrimi i tretë është shkrimi jetësor teksa i fryhet shpirti. Cilo ky shkrim është hadithi që shënon Imam Muslimi për Abdullah ibn Mas'udit, kur vën engjëll dhe fryn domethënë rrezkin shpirtin, edhe domethënë e xhelin, edhe wa shaqiyun aw sa'id. Kjo ndodh mitër domethënë në topën e tretë, domethënë sipas këtij hadithi, sipas hadithit të Usaidit ka diskutim kur ndodh, domethënë ditën e 120, domethënë Tomasi janë kryet domethënë 3 etapa fryhet shpirti dhe përcaktohen. Kjo është jetësor i ymrit, për secilin
njëri domthon në të veçantë. Mirë po. Që kjo e Ademit alayhis salam, që ka ndodhur tutje. Edhe që kjo është e mitrës, kjo nuk është në kundërshtim me atë shkon në Lawhul Mahfuz. Vetëse domethënë shkon duke u vërtetuar, duke u domethënë shkruar. Edhe e katërta është shkrimi vjetor. Kjo ndodh domethënë çdo vit. Kjo ndodh domethënë çdo vit që Allah subhanahu wa taala domethënë thot te baraka taala saksisht për natën e Kadrit, thot fiha yufraqu kullu amrin hakim. Çdo thot nat, çdo sen përcaktohet domethënë për atë vit. Disa dietarë kanë përmendur edhe si shkrimi pens, shkrimi ditor, ekziston një shkrim i përditshëm që janë detyrat që do të moralizohet gjatë sodit, gjatë 24 orëshit, mirë po domethënë nuk kam shumë hapësirë për më shpjegoj. E rëndësishme është me përmend te çështja e vullnetit, sepse çështja e vullnetit të Allahut subhanahu wa taala është çështje më delikate. Domethënë, shpesh njerëzit kur devijojnë te tema e kaderit, edhe dalin pi udhës, dalin shpesh te tema e domethënë e vullnetit, edhe një pjesë dalin te tema e krimit. Se përket te çështja e vullnetit të Allahut subhanahu wa taala, duhet të pas parasysh që ekzistojnë dy vullnete të Allahut subhanahu wa taala. Vullneti fetar edhe vullneti kozmologjik, nëse kena drejt çështu me përkthy. Domethënë vullneti fetar, çka do Allahu edhe çka urdhëron Allahu dhe për çka na merr në llogari Allahu. Po vullneti i Allahut subhanahu wa taala është që mu adhuru vetëm Allahu edhe mos mi bëu Allahut shirk. Kjo vullneti i Allahut. Kurse vullneti kozmologjik është që ndodh edhe e mira dhe e keqja në tokë. Edhe nëse ndodh me vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Jo që Allahu e ka dash, po e ka me vullnetin e tij domethënë ka ndodhur. Për arsye domethënë për shembull, vullnet fetar thot Allah subhanahu wa la yarda li ibadihi al-kufr. Allah nuk do që robërit mi bëj kufër Allahut. Kjo vullneti i Allahut është haram, mos mirënjohja e ndaj Allahut subhanahu wa taala thot. Mirë po, walau sha Allahu ma ashraku. Me pas dashur Allahu s'kishin bën asnjë shirk. Që i bie domethënë vullneti kozmologjik nuk u kon që njerëzit domethënë të mos i bëjnë shirk Allahut. Ekziston vullnet kozmologjik që bëhet shirk Allahut subhanahu wa taala domethënë tokë. Ose vullnet fetar thot Allahu taala wa in tashkuru yardahu lakum. Nëse jeni mirënjohës ndaj Allahut, Allahu është i kënaqur. Allahu do që ju jeni mirënjohës ndaj Allahut. Sigur se thot, o me jesha yaj'alhu ala siratin mustaqim. Ka ndo Allahu e shtin udhë drejt. Tash, nëse dikush është në udhë, edhe është udhëzu, edhe është në tauhid, edhe është sunet, çka ka ndodhur dy vullnete të Allahut. Edhe vullneti fetar që Allahu çashtu ka urdhëruar, po edhe ka ndodhur vullneti kozmologjik që ashtu e ka caktuar me shumë me, domethënë me ndodh. Ndërkësh nëse dikush ban kufër, edhe devian, ka ndodhur vetëm vullneti kozmologjik, jo vullneti fetari Allahu te bareke wa taala. Krejt shkallët e kaderit, të ndërë vëllezër. Ilmi, shkrimi, vullneti, edhe krijimi, krejt lidhen me temën e udhëzimit edhe të devimit. Që më bëmu të mështjell tema në dorë të kujt është udhëzimi, mështjellën të katër, domethënë shkallët edhe del pi udhës. Sepse a e ka ditë Allahu kush ka udhëzu? A e ka shujt Allahu kush ka udhëzu? A ka menduar udhëzimin e vullnetit në Allahut? Edhe teksa ti e adhuron Allahun, edhe teksa i bindesh Allahut, kush është ai i cili ti krijon lëvizjet edhe ata forcën e kështu. Kështu që domthon udhëzimi nuk ka temë vogël. Edhe devimi i njerëzve, që Allah e cakton me devijë, kjo nuk ka temë vogël. Domthon krejtat lidhen me këtë shkallë domthonën të kadet. E shohim Muhamedi Buhariu për Abdullah ibn Abbasit, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awlad al-mushrikin fa qala Allahu idh khalaqahum a'lamu bima kanu 'amilin. Ka ardhe kanë pyetur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për fëmijët e mushrikëve, kanë Allahu me që i ka krijuar e ka ditë çka kanë pas me bë. Me që i ka krijuar e ka ditë domethënë çka kanë bën. Këtë ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po do më na kallëzu çysh duhet me kuptu këtë meselë. Idh khalaqahum. Me që i ka kriju. Kush i ka krijuar njerëzit? E ka krijuar Allahu. Po sigurisht që e ditë çka kanë me bë këta. Kush ka me uhu, kush ka me pohu, kush ka me besu, kush ka me deviju dhe kush ka me udhëzu. Kështu që ai që krijon është i gjithdijshëm dhe ai e shkruan edhe përcakton domethënë fatin, ai është Allahu te bareke taala. Shohim Muslimi për Aliut radhiyallahu anhu thotë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, ma min nafsin manfusa ila waqad kataba Allahu makanaha min al-jannati wan-nar. Çdo shpirt, gjithë secili prej jush vetë ka të shkruar me venin në xhenet edhe në xhenem. E ka venin e përcaktuar edhe të shkruam në xhenet dhe xhenem, wa illa waqad kutibat shaqiyya aw sa'ida. Edhe shkruajta ka më me fat me hin xhenet apo i mirë për me hin xhenemin e Allahut. Dhe dikush i ka thonë ja Rasulullah afala namkuthu ala kitabina wa nada'u al-amal wa nada'u al-amal. At bazojmë atëherë në çka shkruajt edhe ta lëmi veprën. E i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kan min ahli sa'ada fayasiru ila amali ahli sa'ada. Po kush e ka fatin më koni lumtur me fitu xhenetin, punë të çojnë këna tona. Bë tawfik, ja pa Allah të marrën me bë punë të xhenetlijës.
Thot wa man kana min ahli ash-shaqawati fayasiru ila amali ahli ash-shaqawa. Faqal i'malu fa kullu muyassar lima khuliqa la fi riwaya. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush i ka punë për shkon në xhenem edhe në mjerem, thot shkon edhe prihet me shku ka punë të xhenemlive, thot veproni se secilit i bëhet e lehtë, ka ndër vet, fa kullu muyassarun lima khuliqa la. Secilit i bëhet e lehtë çfarë për shkak krijuar. Çi bie? Nëse çelën udhë të gjunave, edhe kur ti shumë drejtohesh, kjo është alarm. Se mundesh më kon të investu për me fitu çka e ke përcaktuar. Dhe nëse e shet që shpirti po tanon ka devotshmëria të vallëk edhe për kushtimin e Allahut, kjo është shpresdhënse. Në mos është fati jon me xhenet dhe Allahu po na çon ka veprat domethënën e xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Shënim Muhamedi, shekshoi të hadithi ose ai për Abu Nadrës, e ka vetë dikush pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, saktësisht dikush pi sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është vizituar teksa ka qenë domethënën i sëmur në momentet e vdekjes, e ka thonë dikush pse të çket mërzi ndërkohë e ki shoshnu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë kom një Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duke thonë inna Allaha qabada bi yaminihi qabda wa ukhra bil yadi al ukhra. Allahu me të djathën e tij ka kapur një grosht edhe me tjetrën dorë ka kapur një grosht. Wa qala hadhihi li hadhihi wa hadhihi li hadhihi wa law bali. Edhe ka thonë çta janë për çtu, këta janë për çtu, edhe ka poshtë këta janë për xhenet, këta janë për xhenem, edhe nuk u bëhet vonë. Edhe thot jam tukaj, thot fala adri fi ay al qabdatayn ana. Thot nuk e din se ngroshtim kon. A jam kon te grushti që Allah e ka përcaktuar për xhenet apo te grushti që e ka përcaktuar Allahu për xhenem. Shënim ibn Khuzaima dhe Abu Ya'la se Pejgamberi radhiyallahu anhu Muhammed sallallahu alaihi wasallam thonë inna Allah qabada qabdatan wa qala ila al jannati bi rahmati. E ka kap Allahu në grosht ka thonë këta në xhenet me rahmetin ta. Wa qabada qabdatan fa qala ila an-nari wala ubali. Edhe ka kap në grosht ka thonë këta për xhenem edhe nuk mbohet vonë. Çi komunikim wala ubali, nuk mbohet vonë. Pse na duhet që kjo në temat e kaderit? Me kuptu se ti e krijes. Edhe fati jot në dorë të atij që të ka kriju. Qysh u kon fati jot, nëse ndat me ardh, edhe ç'më ardh, kam i pas prend, ku kemi jetu, edhe çka edhe tek, çashtu është i përcaktuar fati edhe domethënën e amshimit. E shohim Muhamedi Muslimi për Abdullah ibn Amrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna quluba bani Adam kullaha bayna isba'in min asabi ar-Rahman fa qalbi wahid yusarrifu haythu yasha. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, krejt zemrat e bijve të Ademit janë mes dy gishtave të Allahut, i rrotllon Allahu domethënën çdo ai te bareke o taala. Kështu që na besojmë vllazni që udhëzimi është kader. Nëse sot i kifon namazet, sot kjo ndars, sot i rupi gjunave, edhe sot ki planet që me bë Allahun të knasht, kjo kaderi Allahut, fandër Allahun edhe ruje. Fandër Allahun edhe ruje udhëzimin, mos luj me udhëzim. Se çysh të hap edhe ta merr. Kur kush nuk do të vol pin xhenet, që kena krye na pejagjen ato gazu që na kryetëm. Na krejtin në proces. Krejtin në proces duke mos e ditë ku e na të shkruam edhe nëse ngroshtin akon. Ndaj do të me pas këtë konsiderat, thot Allah subhana, walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Me pas dash zoti jot, këtë çka kanë tokë kishin besu. Të ka zgjedhur ty me besu. Jemi njerëz duke rrit udhëzimin. Thot Allah subhana, walau shi'na la atayna kulla nafsin hudaha. Me pas dash na secili shpirti e kishim dhënë udhëzimin. Sa shpirta janë në ekzistencë, Allah e ka zgjedhur shpirtin tan me besu Allahun, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me ndjek Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, Kur'anin e kështu me radhë. Dhe na besojmë që udhëzimi është dorë të Allahut, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Ti nuk je shtin udhë kan ti do, nuk mundesh me për udhë, me udhzu kan ti do, mirë po vetëm kan do Allahu subhanahu wa taala. Ndaj me do e mos do të më marr sebepet e udhëzimit, me do e mos do të më vlerësu udhëzimin, me do e mos mu friksu për udhëzimin, edhe me erujt, po edhe domethënë mi lut shumë Allahut për udhëzim. Mi lut shumë Allahut, se në fund është në dorë të atij. Është në dorë të Allahut te bareke ve teala. Duhet me pas parasysh që besimi në kader të shërben në sprova e jo për të përligjur mëkatimin. Nuk mund të më thirr njëri në gjuna me thonë se u kon kader e kam pas me ra. Sepse gjunojnë e ki bë mas i ki dasht, jo mas i ki ditë që o kader, aty kaderi për t'jo gajb. Domethënë pse ti e bën gjunojnë se dashte. Kështu që dëshira jote i ka parapri mëkatit. Ndërka që kaderi është gajb, domethënë që nuk e di domethënë kërkosh përveç Allahut subhanahu wa taala. Ndaj hadithin që shema Muhamedi Buhariu Muslimi për Abu Hurairës, kur Ademi me Musa alayhis salam bojnë debat në ditën e gjykimit, që i thotë Musa se pse na kin nxjerr prej xhenetit, edhe thotë pse po më çorton për diçka që ka shujt Zoti 40000 vjet para se më kriju. Domethënë Ademi alayhis salam këtu nuk argumentohet me kader.
po e shpjegon që jena sprovu me ardhë tokë. Unë e përdor si argument për sprovën, jo për mëkatin, jo për gabimin. Ka gabu Ademi a.s. dhe ka ndodhur sprova, Ademi a.s. e merr si argument do të thonë kaderin e Allahut, këtu që thuhet 40.000 vjet, është që ajo gjasa që do të thonë këtu në shkrimi i dytë, jo 50.000 vjet që i parë, sikur se përmend Sheikh Abdulrahman Baraki, do të thonë është 40.000 vjet, do të thonë at-taqdir ath-thani, përcaktimi i dytë që e bën Allahu subhanahu wa taala. Besimi në kader të çon në veprim dhe përpjekje, jo në paaftësi, sepse kaderi është gajb. Do të smunësh domethënë më mbështetën që e kam shkruar, madje domethënë hadithet në këtë temë domethënë janë të qarta, po edhe janë të logjikshme. Njëri i cili thirret në kader, për mos me lëviz, i ngjon njerëzve të çmendur. Domethënë na krej domethënë punojmë për atë çka e synojmë, edhe xhenetin e synojmë edhe përpjekemi për ta, po edhe domethënë nuk e presmi frutin, po fillimisht e qesmi farën, pastaj domethënë e presmi domethënë frutin, ndaj domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që domethënë në jetë me ndërtu konceptin mbi përpjekje, jo mbi bazim në domethënë në kader. Kaderi nuk bën dash me përpjekje dhe realizimin e shkaqeve. Ndaj na e kena pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka thonë atij lidhë devën, e pastaj domthonjë mbështetju te Allahu, e kena pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që në betejë i ka pas 2 parzmore, e kena pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që e ka morën për udhëzues, madje një udhërfyes, një pabesimtar derisa ka shkuar me bëj xhirat, më ka zu udhën, sepse i ka marrë domthonjë shkaqe, sepse kjo ligj i tokës, edhe madje kur është pyet Imam Ahmedi për njerëz që nuk punojnë, edhe prisin rrezkin, domthonjë pa punë, ka thonë ha ulai mubtadia, ka thonë këta bidatxhi, sepse ky si ka kuptuar domthonjë temat e fesë Allahut subhanahu wa taala, dhe kaderi është përcaktuar nga ai që është absolut dhe është absolut në gjithçka dhe është absolut në urtësi. Domthonjë ku sa tek, ka uzon, ka devion, ka ngrit, ka bën bret, ka bën varfër, ai e bën me urtësinë e tij absolute dhe ne besojmë Allahun subhanahu wa taala që as nuk bën padrejti, as nuk harron, as nuk i kur gjë, edhe gjithçka domethënë në vendin e duhur, si dhe duhet me pas në konsiderat që mos durimi në kaderin e Allahut është rënjë në sprovë. Nëse të sprovon Allah me diçka, edhe kon kader mos provu, edhe nuk bën sabër ose përplasesh me kaderin, i bie që kiron domethënë në sprovë që përmenda sprovat praktike, edhe sprovat domethënë teorike. Teorike tash me kuptu. Praktike është derisa domethënë goditësh dhe realisht domethënë kaderi nuk ndrohet, aty shpërblehesh nëse e mirë menaxhon gjetjen tonë në raport me kaderin. Domethënë pse ti kukat, pse ti vun, pse ti domethënë e bën të madhe, kaderi i Allahut nuk ndron sepse është përcaktuar 50 vjet para se më krijoi domethënë krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Profund shumë i boj ibadat Allahut, shumë i përkushtu Allahut, shumë u kanë përgatitur për xhenetin e Allahut sepse na jena në test, na jena në provim. Allahu e ka ditë, e ka shkruajt, me vullnetin e tij ka menduar, edhe e ka kriju. Na do të mu luta me besu bindshëm që na kriju për xhenet. E për mu kriju për xhenet, atëherë i bie që do të me investuar me bë projektin e xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Përfund shënim Muhamedi Muslimi për Jabir ibn Abdullah, qar Suraqa ibn Malik ibn Ju'tham ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al'an fima al'amalu al-yawm. أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ky sahabi. Ka thonë ja Rasulullah, shpjegona fejen sikur se sot. A kina mi dhon zor, ai na të përpjek për diçka që ka u kry. I ka shujt lapsi që ka shujt, janë tha fletat që kanë tha, apo diçka që ka marr tutje, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bel fima jaffat bihi al-aqlam. Po, diçka që u shkruajt edhe u tha. Wa jarat bihi al-maqadir, edhe ka më shkruajt këtë gjithçka me kader. I ka thonë pasaj, fefime l'amal, ka thonë atër, shka du të me bona vepra, shka du të me punu, shka du të me falë, shka du të me bëtë devotshëm, shka du të me kryu obligimin dhe Allah s.w.t. Edhe pastaj i ka thonë në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassar. Ka thonë veprani se secilit i bëhet e lehtë kaderi vet. Kush e ka kader xhenetin, i bëhen të lehta prej te kuptimi, udhëzimi, drejtimi, perceptimi deri në realizimi të gjithçka që është me fitu xhenetin. Allah subhanahu wa taala. Çi bie? Na nuk e shohmi kaderin, nuk e dimi. Na nuk e shohmi, nuk e dimi. Me po ne jemi të begatuar me arsye dhe me vullnet. Dhe nëse arsyeën e vullnetin ton e vëmë në funksion me fitu xhenetin e Allahut, e fitojmë xhenetin e Allahut me rahmetin, me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Elusallahu azza wa jall me na rrit devimit, me na rrit udhëzimin edhe me na i bë fundin ton xhenetin e tij. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka
ala nabiyina Muhammad.